Hi goca, përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër. Siç e shihni dhe e dëgjoni nga zëri, jam me grip, por gjithsesi nuk do ta lë videon pa bërë sepse ju kam premtuar që do postoj çdo javë dhe ashtu ka për të qenë, vetëm në ndonjë rast që vërtet nuk do mundem. Shpresoj të keni qenë mirë, unë kam qenë me grip, si që thash, nuk e di, kam 3-4 vite po bëhem këtu në Gjermani dhe asnjëherë nuk më ka zënë gripi, dhe kur më ka zënë ndoshta ka qenë 1 ditë, 2 ditë maksimumi, por këtë radhë nuk e di çfarë pata, ndoshta nga ekskursionet që kishim me shkollën, lëvizje në mëngjes, vinim në darkë, dilnim pa xhupa dhe ndoshta nga kjo gjë jam ftohur dhe është dita e 6 sot që jam akoma e bllokuar, por do të kaloj sepse është dimër, tani të gjithë i zë gripi, nuk është se është ndonjë gjë tragjike, do ta kaloj. Po bëjmë fiks një javë që nga video e kaluar dhe këtë javë mezi e kam pritur sepse kam për t'ju treguar shumë, siç e shihni dhe atmosferën. Kam dekoruar shtëpinë për Krishtlindjet, për ata që më ndjekin në Instagram kam parë reelsin, ndërsa për ata që më ndjekin vetëm këtu në YouTube, sot në këtë vlog do të jenë të gjitha filmimet dhe klipet që kam filmuar në lidhje me dekorimin e shtëpisë. Ka qenë një javë intensive, këtë e them gjithmonë dhe do e rithem sepse kështu është në të vërtetë, nga shkolla, siç e përmenda edhe më parë, kemi pasur shumë ekskursione, detyra të ndryshme, kemi qenë gjithmonë në lëvizje dhe nuk kam patur fare kohë që të xhiroj dhe prandaj vendos gjithmonë që një herë në javë, të paktën kur e kam pushim, të filmoj dhe që të jetë një ditë vetëm për filmime, sepse nëse filmoj sot, nesër, pastaj humbasin të gjitha ato që kam filmuar dhe nuk u gjej dot radhën që t'i editoj dhe t'i bëj të gjitha, ta bëj një video së bashku. Dhe prandaj kam vendosur të xhiroj sot. Sot kam për t'ju treguar të gjitha bashkëpunimet që u përmenda në videon e kaluar. Kemi shumë, nuk e di nëse duket, këtu mbrapa me kam vendosur gjitha tek divani që t'i kem më kollaj për t'i marrë dhe për t'ju treguar juve. Dhe kjo do të jetë një unboxing, një video tjetër me Kur e nisa këtë rrugëtim nuk e mendova fare që do kisha bashkëpunime. Nuk kam shumë, me thënë të drejtën, që nga momenti kur shkuam në Tajland, që ishte mezi i gushtit, nuk e di, e kisha menduar, kisha kohë që doja që ta bëja Instagramin publik, të tregoja nga jeta ime. Më pëlqen të jetë një influencer, si ta thuash, të postoja, të editoja, dhe që nga i moment, okay, thash, po e bëj këtu, po e hap kur isha në Tajland, atëherë vendosa që ta hapja dhe Instagramin ta bëja publik. Dhe vlogu i parë në YouTube ka qenë po vlogu i Tajlandës, kam filmuar gjatë gjithë kohës për t'ju treguar dhe për t'ju marrë me vete, se siç e dini tashmë udhëtimet janë një nga hobit e mia. Dhe ai ka qenë motivimi, si ta thuash, dhe që nga ajo ditë, sot jemi në dhjetor, në gusht, shtator dhe tetor nuk është se kam pas bashkëpunime, sepse nuk ja kisha iden fare se si funksiononte. Thjesht ja marr duke postuar video të udhëtimeve të mia, ndoshta një vlog, mini vlogje të vogla nga përditshmëria ime dhe kështu gjërash. Por duke filluar nga nëntori, aty fillova të merrja kërkesa për bashkëpunime. Siç e thash, nga nëntori fillova që të merrja shumë kërkesa për bashkëpunime dhe aty filloi gjithçka. Si fillim nisi me 1, 2, 3, 4, por tani që jemi në mesin e dhjetorit, po themi, nuk e di, më është mbushur shtëpia, nuk kam vend ku t'i çoj dhe nuk është punë e thjeshtë, ua them këtë gjë sepse siç e shihni, duhet të gjej për çdo produkt dhe që duhet të lançoj dhe të filmoj, duhet të gjesh kohën dhe duhet të kesh dhe ide se si ti do ta lançosh apo se si ti do të krijosh një video për audiencën dhe për produktin që ke marrë si bashkëpunim. Dhe prandaj do dhe pak
kjo punën e vet, sepse si fillim duke, okay, ti merr ato produktet i reklamon, por jo, është shumë gabim. Ti merr produktet normalisht, por ti duhet që të vazhdosh bashkëpunimin më tej, duhet që të kesh një content, duhet të kesh diçka që atyre t'ju pëlqejë dhe audiencës tënde normal t'i pëlqejë, sepse të bësh një foto dhe ta hedhësh në story apo post, këtë mund ta bëjnë të gjithë, nuk është punë e madhe. Por krijimi është ajo që i tërheq audiencën dhe bashkëpunuesit që duan të vazhdojnë me ju. Okej, atëherë nuk po flas më, po vazhdoj. Si fillim, i kam hapur normalisht të gjitha, sepse nuk më pritet sa vinë i hap pako të gjitha, i kam vendosur dhe kjo pakoja këtu. Do fillojmë si fillim me këto pakot e vogla, le ta themi, dhe pastaj të vazhdoj me pjesën e veshjeve, sepse e kam mirë kur prezantoj si fillim të voglat, pastaj kemi veshjet dhe marrim kohën e dur për të gjithë. Okej, vazhdoj me pakon e parë, është nga B Color. Kjo marka më ka shkruar, është një markë italiane, sepse më shkruajt në italisht dhe nga ajo u fokusova që është një markë italiane. Është me make-up dhe nuk e di si që shihni, sot jam munduar që make-upin ta bëj vetëm me këto produktet, nuk e di si ju duket, por mua më pëlqen shumë. Ishin shumë të mira dhe duket rezultati. Ky është paketimi, ishte shumë bukur me këtë ngjyrën blu dhe roz. Dhe vjen të gjitha të paketuara te kjo kuleta. Po i hapim së bashku. Kjo është shumë praktike me emrin e firmës dhe ngjyrën blu. Dhe këtu ishte i përfshirë si fillim është kjo paleta, që është me pjesën, mund ta përdorësh si blush, mund ta përdorësh, domethënë ke këto ngjyrat këto, si kontur apo dhe për syt, është kjo këtu e para. Dhe këtë e përdora, siç e thash, dhe në fytyrë dhe më pëlqeu shumë. Okej, vazhdoj me këto të tjera, po i marr të gjitha në dorë që mos të zgjatem shumë, sepse kemi shumë për të treguar, dhe po afrohem pak te kamera. Ky është Rimmeli, opala, siç duket, më pëlqeu. Ky është gjeli i vetullave, pastaj kemi dhe fontatinën. Nuk ishte dhe ai shumë mbuluese, por në përditshmëri, unë nuk është se përdor make-up, por ndoshta kur do që të bësh një make-up të thjesht, që mos të duket që ke vendosur make-up, mund të vendosësh këtë. Okej, po e fus këtu, që mos të më bien. Këtu kemi një laps të zish, mund ta përdorësh për pjesën brenda syrit apo për vetullat, është shumë i errët, por ka që preferojnë dhe vetullat e zeza. Kemi këtë concealerin që e përdorim për pjesën poshtë syve. Kemi dhe këtë lip glossin që shkëlqen, siç e shihni tek buzët e mia. Gjëja që më pëlqeu më shumë ishte kjo gjëja me xixa, domethënë, nuk e di nëse dallohet. Shikojeni pak të pjesën këtu, shkëlqen, sidomos për natën, është super. Dhe mjaftonte që ta lyej thjesht ose me gishta, me dorë, sepse nëse ti do lyej atë furçën, do merr shumë, sa do ta shkundësh, përsëri duhet të marrësh shumë pak edhe shikojeni se si duket. Ishte shumë e bukur dhe është shumë e mirë. Dhe ky blush, dhe ky kishte shumë pigment, duhet të merrje shumë pak që ta vendosje, sepse ndryshe do bësh si një klon, domethënë do ishe komplet e kuqe. Këto ishin dhe produktet që ata më kishin treguar si për herë të parë, për provë, dhe janë 10 nga 10. Nuk e njeh fare këtë markën, por normalisht në këtë botë kemi aq shumë marka, normalisht që nuk do i njohim të gjitha, por më pëlqeu, ishte 10 nga 10 dhe ua rekomandoj, si dhe do i përdor këto produkte dhe normal që do marr përsëri. Okej, vazhdoj me pakon e dytë. Pakoja e dytë është kjo këtu nga Loach Parfum. Kjo është një markë parfumesh dhe ka marrë 2 të tillë. Janë këta këtu, janë nga 100 ml, ka një aromë të mirë, jo dhe aq të rëndë, sepse i kam zgjedhur vetë normalisht. Ka një aromë të lehtë dhe tani për në dimër, ka marrë një për dimër, është këtu, edhe një për verë. E marrë dhe një rera, ka aromë shumë të mirë. Është këtu. Dhe është dhe ky tjetri për në verë.
duket dhe nga ngjyra. Normalisht ta parfumet që kanë ngjyrë të errët janë më shumë për në dimër dhe këta që kanë këtë ngjyrën e hapur për në verë. Jo gjithmonë, por nga nuanca dhe nga aroma. Janë këta të dy nga kjo marka. Edhe këta më pëlqyen aromat dhe mbanin sepse përdora. Okej, vazhdoj. Këtu kemi një pako tjetër nga Tallow Nature. Këtu janë 2 lloj kremrash të përbëra. Në bazën e tyre kanë gjalpin, domethënë janë krem hidratues dhe janë të përbërë me gjalp dhe në momentin që ti mjafton të marrësh shumë pak dhe ajo shkrin direkt në dorë. Është ky krem i parë, ky është krem për trupin, vin kështu në këtë paketim dhe në 180 ml. Ka një aromë si limon dhe si që thash është me përbërje gjalpi. Nuk është se i kam përdorur shumë, vetëm këtë kam provuar, por më pëlqen sepse ta lë lëkurën shumë të butë, normalisht si gjalpi që është i butë. Është dhe ky tjetër, dhe ky është një krem hidratues po ashtu. Vinë me këtë letrën e bukur që të tregon përmbajtjen e produktit. Si dhe më kanë dërguar edhe një lip për buzët, sidomos tani në dimër që është ftohtë dhe është i domosdoshëm. Edhe ky është me përbërjen e gjalpit dhe më pëlqen shumë se shikojeni pak në çfarë formati që vin. Vin kështu. Dhe është këto. Edhe këta e kam përdorur 2-3 herë, por nga që kam shumë aty dhe më humbasin, thash, okay, këta nuk duhet të mungojnë asnjëherë sepse njëherë lë tek çanta, njëherë lë tek xhepi xhupit dhe gjithmonë humbasin apo i harron ku i ke. Ky ishte bashkëpunimi tjetër, këta kremrat. Pakon tjetër, këtu kemi maska për fytyrën. Paketimi ishte aq i bukur, por normalisht e kam hapur dhe e kam prishur dhe duket kështu tani, por nuk ka rëndësi, produktet i kemi. Dhe janë këto maskat e fytyrës. Shikojni pak çfarë paketimi të bukur që kanë, janë të ndryshme dhe kanë përbërje të ndryshme. Kjo për shembull është me vitamin E. Kemi këtë tjetrën që është me sallator edhe me vaj, edhe me çaj, te baum, çaj pemë përkthehet kjo në shqip, nuk e di me thënë drejtën, por janë maska shumë të mira dhe shikoj sa të bukura që janë njerë. Ky është retinol, është një maskë tjetër. Kjo është me aloe vera, normalisht siç duket. Si dhe kjo me sheg. Dhe këta më kërkuan vetë një bashkëpunim, që të bashkëpunoja dhe thash okay, sepse për herë të parë normalisht që do t'i pranosh, sepse nuk i njeh produktet. Pastaj në momentin që ti i provon produktet dhe nëse të pëlqejnë apo nëse janë efikas, atëherë do vazhdosh bashkëpunimin dhe më tej. Nëse jo, atëherë e ndërpret. Dhe tani kur t'i provoj do t'ju lë një review. Janë këtu. Vazhdoj më tej me pakon e fundit nga ky kartoni këtu dhe janë 2 më fal, sepse tani e pash. Si fillim dua t'ju tregoj janë këto 3 syzet nga marka Sojos. Syzet asnjëherë nuk mungojnë në shtëpinë time. Kam aq shumë dhe prap më vijnë të tjera. Këto më pëlqyen sepse ishin syze dielli me polarizim dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme tek syzet. Sepse janë një gjë shumë e rëndësishme për syt normalisht dhe të mbrojnë nga dielli. Këtu vjen paketimi me letrën, me robën që fshin syzet, vjen dhe me kartën e polarizimit që ishte aty brenda dhe po e hapim së bashku. Janë këto si kam hapur me thënë të drejtën, vetëm sa i kam parë, ja dhe karta që ju thash, është këtu. Që janë të polarizuara. Kam zgjedhur këto 3 modelet, nuk e di si kam provuar. Të parat janë këtu, të thjeshta, të zeza. Vazhdoj me pakon e dytë. Të dytat janë... ky është një model tjetër. Janë këtu. Okej. Të duken kështu, janë shumë të lezetshme, më pëlqyen. Janë xham normalisht.
me këtë ngjyrën gold këtu dhe me numrin për katës. Këto mund t'i gjeni edhe në Amazon, sepse kjo marka është e lidhur me Amazon dhe i shet dhe aty produktet. Quhet Sojos dhe mund t'i kërkoni. Janë këto këtu dhe po provoj dhe të tretat. Opala, si më kanë në tokë. Të shohim çfarë kemi marrë këtu. Dhe këto të zeza. Sepse kur të vinë kaq porosi nuk e mban as mend se çfarë ke porositur. Dhe këto ishte një model shumë i veçantë, më pëlqyen dhe thash nuk kam një model të tillë dhe okay, po i marr. Dhe janë këto këtu. Nuk e di si ju duken, cila është e preferuara juaj, mund të më shkruani në koment. Okej. Mbarua me pjesën e syt. Tani doja të tregoj diçka tjetër. To janë të gjitha veshjet që do të tregoj tani dhe kjo marka quhet Mikas. Është këtu. Dhe është hera e parë që bashkëpunoj me këtë markën. Ka veshje shumë të veçanta që nuk i gjen asnjë vend sepse ka një prerje. Do ja tregoj dhe materiale shumë të ndryshëm dhe janë shumë të veçanta. Po vazhdoj me qesen e parë, me porosinë e parë. Tu kemi një kostum të zi, është i thjesht, është një bluzë, është kjo këtu, një bluzë e thjesht e zezë, materiali është shumë i mirë, sepse duket, edhe nga çmimi, sepse është një markë që, mund të themi e përballueshme, por jo dhe aq, sepse çmimet janë goxha të larta, por materiali flet vet. Janë dhe këto pantallonat këtu. Janë të lirshme, tuta mund ta themi, dhe është një set që mund ta vesh në shtëpi apo dhe në palestër, mund ta veshësh kudo. Ky është seti i parë, është në masën XS, po prap vjen pak i lirshëm. Vazhdojmë. Këtu kemi një pullover, për këtë vit, deri tani mund të kem bërë 30 pullovra, nuk kam më nevojë të blej, edhe për vitin tjetër, sepse s'do më vi radha që t'i vesh. Kemi këtë këtu, është një bluzë, është shumë e veçantë, më pëlqen. Unë e kam provuar normalisht, prandaj duhet ta kthejm pak. Sepse më erdhi ndje në darkë edhe e provova, nëse do më bënte. Dhe më rrinte fiks, dhe kjo është në masën S. Vjen në këtë materialin të punuar me dorë, vjen një ngjyrë blu e errët, me këto detajet e bardha, shumë të bukura tek qafa, dhe me këtë detajet këtu te dora, tek mëngët. Është kjo këtu, me këto pullat e bardha, me një palë xhinse, është shumë e bukur, më pëlqen dhe shumë e ngrohtë, kjo është e rëndësishme. Vazhdoj me tjetrën. Kemi dhe dy të fundit, nga kjo marka Mikas. Këtu kemi një palë pantallona që janë në ngjyrë vishnje, sepse nuk kisha një palë të tilla, dhe këto ka një model shumë të veçantë, shikojeni pak. Kjo është pjesa e belit dhe shikojeni pak. Vjen një pjesë më e ngritur dhe një pjesë normale. Dhe kjo vjen si pjesë me arshin, janë të gjera, po tek mezi më rrin fiks. Dhe vinë këtu. Një këmbë ka normale, shikojeni pak, dhe te këmba tjetër kam po ashtu këtë detajin, siç e kanë këtu këtë pjesa e belit në mershin apo lëkur mund ta themi. Dhe kjo ishte shumë e veçantë, domethënë. Këto janë pantallonat. Më pëlqyen, siç dukeshin në foto. Vazhdojmë me plerjen e fundit dhe këto janë një palë xhinse, kjo ishte. Këto janë një palë xhinse dhe këto ishin shumë të veçanta. Shikojeni pak, ju do thoni çfarë është kjo. Janë kështu, por normalisht kjo pjesa kthehet dhe kur i mbyll xhinset këtu, duket sikur e ke të veshur nga ana tjetër, por normalisht është kështu. Unë i provova, më rrin fiks dhe kjo pjesa rri kështu e kthyer, shikojeni pak. Nuk e di, s'kisha parë. Normalisht kisha parë nëpër internet, por nëpër dyqan apo të kisha provuar diçka të tillë, më dukën të lezetshme, thash, po i marr diçka ndryshe në garderob.
Janë këto këtu, të gjata, normalisht në ngjyrë blu, xhinse të thjeshta. Dhe nga mbrapa vin kështu. Kjo kthehet normalisht, kjo pjesa këtu. Duken kështu. Kjo ishte dhe pakoja nga Mit, që më ka ardhur këtë radhe, janë 2 fustan nga marka Rihoas. Dhe janë fustane shumë të bukur dhe me një material, nuk di çfarë të them, materiali është shumë i mirë. Dhe kam zgjedhur 2 fustane në ngjyrën vishnje, tani për Krishtlindjet. Ishte një zgjedhje e dur, sepse normalisht ngjyra përshtatet dhe me festat, dhe i pari është ky këtu, sa t'i gjej pak anën. Okej. Po e mbyll dhe zinxhirin që të duket fiks. Është një fustan i gjatë, është saten, 100% saten, sepse duket, dhe vjen kështu tek pjesa e belit i ngushtë dhe vjen i lirshëm, ka dhe këtë pjesën si shall, që mund ta lësh nga mbrapa, nga para, apo nuk e di, mund ta bësh si të duash, dhe ngjan shumë bukur. Shikojeni pak materialin, është një ngjyrë vishnje errët dhe rrinte shumë bukur në trup. Ky është fustani i parë, do mundohem të bëj disa foto apo video afër pemës që të duket shumë bukur dhe ngjyra. Është ky këtu i pari. Dhe i dyti është po ashtu me ngjyrë vishnje të kuqe, mund ta themi, po më shumë anon nga vishnja. Dhe është një fustan xhaket i shkurtër. Është ky këtu. Për t'ja mbyllim pak kopsat që të duket më bukur. Okej. Është ky këtu. Me këto detaje tek pjesa e belit që vjen si i hapur dhe nga mbrapa duket kështu. Është komplet me kopsa, si një xhaket fustan, dhe me një palçizme apo taka do ngjaj shumë bukur. Kjo ishte dhe blerja nga Rihodas. Është në mas Rihoas. Jo Rihodas, okej. Sepse janë 3 bashkëpunime të ndryshme, njëri ka Rihoas, që është kjo këtu, Rihodas, dhe njëra ka Riho, do më thënë janë të ngjashme. Kjo është në masën X dhe përshtatet me mua, sepse dhe unë jam masa X, ndonjëherë dhe S-ja, por më rrinte fiks. Dhe me zi po pres ta vesh, dhe normalisht të shikoni foto në Instagram, sepse atje jam më aktive, siç e kam thënë dhe më përpara. Më pëlqeu shumë, nuk e di si ju duket ju. Duket kështu. Okej, po vim tek pakoja e fundit dhe më rëndësishmja. Është një pako nga Cider. Kjo është një markë që unë kam prezantuar 2 video më përpara, mos gaboj, që ishte bashkëpunimi i parë dhe ata pranuan përsëri që të vazhdonin bashkëpunimin, dhe kësaj radhe ka marrë më shumë veshje dhe do ju tregoj, sapo t'i marr pak sepse i ka vendosur tu tek divani. Okej. Po nisim me më të bukurat që janë këto takat. Shikojni pak sa të lezetshme që janë. Të zeza. Prerja më pëlqeu shumë sepse e kanë këtë pjesën këtu katrore. Taka nuk është shumë e lartë. Vin me këtë trëndafilin këtu dhe me maj. Janë, nuk e di çfarë të them, si po pres që t'i kombinoj dhe t'i vesh. Janë këto këtu. Më pëlqyen shumë, 10 nga 10. Vazhdojmë. Kjo është një bluzë, pullover, e trash, materiali pambuk. Vjen me këto fjangot këtu, në masën X, dhe mund ta kombinosh thjesht. Shumë e bukur dhe më pëlqeu. Duket kështu, është e punuar me dorë normalisht. Kjo këtu. Vazhdoj më tej. Okej. Kam marrë dhe një palë pantallona të shkurtra të zeza, sepse kam në plan për të vajtur në për këto tregjet e Krishtlindjeve, dhe kam menduar, sepse nga që kam blerë dhe një palçizme që ua kam treguar herën e parë, nga Shein, kam menduar t'i vesh këto pantallona, t'i kombinoj me diçka, me një pullover lart dhe me ato çizme, dhe me një xhaket dhe me zipo prez dhe t'i vesh, dhe këto t'i vesh, sepse kisha të tilla, por jo në këtë gjatësi,
dhe jo me këtë, jo me kaq bel të lartë. Sepse këto siç e shihni e kam belin shumë të lartë. Janë shumë të bukura. I doja në fakt lëkur, por nuk gjeta dhe i mora në këtë materialin lino. Janë këto këtu. Duken kështu. Okej. Blerja e radhës, normalisht i kam veshur dhe duhet i kthej të gjitha, që t'ju tregoj. Kam marrë 3 fustane, i pari është ky këtu. I kam marrë të gjitha me këto detajet e fjongove, tani për Krishtlindje, është shumë i bukur, shikoni pak. Është kjo pjesa lart, pastaj tek pjesa poshtë vjen si pak më i fryrë, tek pjesa duket si fund dhe bluzë, por është fustan. Dhe duket kështu, dhe nga mbrapa dhe nga para. Ky është fustani i parë. Vazhdoj me fustanin tjetër. Ky është po ashtu në ngjyrë vishnje. Është një fustan i thjeshtë, i shkurtër, vjen mbas trupit në këtë materialin velvet dhe duket kështu. Për foto do ngjaj shumë bukur. Tek pema kam menduar të shohim tani se si do t'i realizojmë, sepse janë shumë veshje, siç e keni parë dhe nuk e di si edhe kur do t'i realizoj, sepse kanë dhe ato një afat të caktuar. Duket kështu. Okej. Blerja e radhës dhe ky është fustani tredh mos gaboj dhe ky është një fustan xhaket. Ngjan pak a shumë si ai nga Rihoas që ua tregova në ngjyrë vishnje, është po ashtu pak a shumë njësoj, por jo identik, dhe ky vjen po ashtu me pulla. Do t'i mbyll pak që të duket më bukur, të duket siç është në të vërtetë. Dhe është kjo ngjyra si në krem, nuk është as e bardhë as bezh, është një ngjyrë qumshti, po e themi, dhe është ky këtu, e adhuroj. Është shumë i bukur. Duket kështu me këto palat këtu poshtë, me këtë pjesën e kopsave. Dhe pjesa lart vjen si një xhaket. Edhe nga mbrapa duket kështu. Është po ashtu në masën X dhe unë po largohem pak nga kamera që të duket. Duket kështu. Dhe materiali është super. Kjo më pëlqen nga kjo marka Cider, sepse materialet e produkteve i ka shumë të mira. Duken domethënë një produkt, një robë që ti e merr në dorë e shikon direkt materialin. Dhe gjëja tjetër është një bluzë që unë kisha menduar ta kombinoja me një palë pantallona të bardha, që po ashtu e kisha marrë nga kjo markë, por fatkeqësisht kjo bluza është në ngjyrë qumshi dhe pantallonat janë të bardha dhe nuk shkonin së bashku, por s'ka problem, do ta kombinoj me diçka tjetër. Okej, kjo është bluza, vjen si një këmish, bluzë, nuk e di çfarë mund t'i them. Me mënga të shkurtra, vjen e lirshme, është shumë e bukur, ka këtë detajn këtu tek pulla në ngjyrën gold që i jep më shumë vezullim, si ta thuash, dhe duket kështu. Nuk e di të ta kombinoj me xhinse tani ose duhet të blej një palë pantallona në ngjyrën e kësaj. E kisha fjalën për këto pantallonat që janë të bardha dhe me shtrat shumë të lartë, siç i doja, nuk e kisha një palë të tilla. Mua më pëlqen shumë ky stili i pantallonave të gjera, sepse kur i vesh me taka janë super dhe ngjan shumë bukur dhe je komode, janë të rehatshme dhe duken kështu, janë të bardha, rrin fiks sipas trupit dhe vijnë të gjera nga fundi. Këto ishin pantallonat, por do shikoj t'i kombinoj me diçka tjetër. Këto këtu. Dhe blerja e fundit nga Cider ishte ky jumpsuit që duket si pantallona dhe bluzë të ndara, por është një e vetme dhe është ky këtu. Tani duhet t'i mbyll pak këto normalisht, që ta shikoni dhe ju siç është. Okej.
është pjesa e bluzës që është në ngjyrë kafe më e errët. Dhe pjesa e pantallonave vin me këtë ripin. Këto janë si pantallonat e bardha, po vinë bashkë me këtë bluzë, nuk janë të ndara. Dhe duken kështu, kam pjesën e ripit, nga mbrapa janë të gjera, por tek beli rrin fiks. Janë këtu dhe ky është një kombinim shumë i bukur për një dark apo për një xhiro, duket kështu. Këto ishin, mos gaboj, po shoh dhe një herë rreth e rrotull, mos kam harruar diçka, por besoj që jo. Këto ishin dhe bashkëpunimet që më kanë ardhur deri tani. Normalisht po pres të tjera, por në këtë video po e mbyll me kaq sepse janë shumë, po ju lë dhe ju kohë që ta shijoni, të shikoni me vëmendje dhe mos harroni të më lini një koment cila veshje ju pëlqeu apo dhe pjesa e syzeve. Unë sot e kam pushim, normalisht do vazhdoj me xhirimet dhe për në Instagram sepse kam shumë për të xhiruar dhe për të edituar pastaj. Okej, kam 3 ditë pushim, është pjesa të sot që do filmoj dhe nesër. Dhe të dielën pastaj normalisht që është koha me familjen dhe nuk është se do merrem gjithkohës me të edituar, por sot e nesër do mundohem që të paktën të mbyll të gjitha xhirimet dhe editimet dhe të nxjerr në kohë video në YouTube dhe të shohim pastaj se çfarë mund të bëjmë tjetër. Ju uroj një fundjavë të bukur dhe do shihemi përsëri në videon e radhës. Deri atëherë, qëndroni të shëndetshëm.